këtu do vim të shtetit, të qeveria sa ka qenë angazhuar për të mbrojtur, për të orientuar populli, për të mbrojtur populli nga këto bombardime. Këtu ne jemi jo mirë. Pse jemi jo mirë? Atëherë Ministria e Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm, bile që nga presidenti, që nga kryeministra, duhet shikojnë që si do ta mbrojnë popullin. A ultimatum? Jo, si duhet krijuar struktura të tilla për të punuar. Për të mos vajtur atje fjalavien jemi në një moment tani, nuk e di televizori këtu, ka strukturën e saj që në një moment vjen raketa, ne të futemi, të vazhdojmë punën në poshtë jetë studio nëmër 2, nuk e kemi. Që këtu fillon mendimi teorik. Po bunker kemi këtej afër? Bunkerin e kemi. Shiko se këtu edhe për bunker të u bë një luftë dhe do me thënë u vesh një diçka e keqe bunkeri sikur ajo ishte skëtera. Jo, disa janë bërë tani edhe artistik, janë bërë si... Bunkerët ne kemi, ishte që ju e thatë shifrin shumë, 170.000 ka pasur, jo si që u promizuat 800.000, 900.000 sa thoshin atë ko, por këta nuk janë, jo se janë bunker, këto kanë qenë qendra zjarri të vogla, qendra zjarri të mesme, qendra zjarri të artillerisë toksore kundërajrore, futeshin dhe tanke. Por kemi dhe vend strehime të popullatës, ne kishim ndërtuar në qytetet kryesore, ku mendohesh që nuk ishte bombardime. Çfarë kapaciteti kanë pas ato? Vend strehimet ka bërë që të strehonte një zonë të caktuar ose pallatin. Ishte një pallat vete populata për momentin e parë. Po sa vend strehime kishte në total në të gjithë Shqipërinë? Në total në gjitha llogaritë bashkë me qendrat e zjarrit të 176.000 në total. 176. Në të Shqipërinë. Pasandaj ka dimensione të mëdha, ku ishin qendrat operative të divizioneve tëra këto që futej komplet komanda e shtabi që të drejton ato, ka për armatimin dhe teknikën ka patur, për artillerinë kundërajrore, për artillerinë toksore, për tanket, për nëndecet, për avionët. Të tëra këto kanë qenë të vendosura në tunele. Do të thënë ishte marrë masa shteti asaj kohe kishte marrë. Kurse sot ne duhet urgjentisht që se s'bën ne të shikojmë vend strehimet ku janë. Se ne nuk do t'i shpëtojmë dot në qoftë se kjo luftë që ka shpërthyer, siç e thanë zoturit këtu, që ka shpërthyer mund të marrë për masa. Mendoni ju që mund të marrë për masa? Në qoftë se nuk do arrit asnjëherë, nuk do arrit marrëveshja, në qoftë se nuk do arrit marrëveshja, në qoftë se nuk do gjynëzohet Ayatollahu, në qoftë se Irani nuk do bjerë ose ka kapacitete që të trakto, do shkallëzohet. Se ne vajtëm 3 vjet në Ukrainë dhe nuk po përfundon lufta në Ukrainë. Ashtu dhe nuk po përfundon dhe lufta në Izrael me Palestinën. Edhe këtë, prapë Izraeli ka edhe luftë këtej, ka edhe luftë po brenda. Ka dhe nga, po.